Ligjvënësit në Kosovë kanë mbi një muaj kohë për ta zgjedhur presidentin e ri të vendit, pasi gjykata më e lartë në vend rrëzoi të mërkurën një dekret të presidentës së tanishme Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit, pas mos zgjidhjes së presidentit në një seancë më 5 mars. Dekreti sipas gjykatës kushtetuese nuk ka efekt juridik. Gjykata kushtetuese e publikoi aktgjykimin e plot lidhur me dekretin e Osmanit nga 6 marsi, duke vendosur se në rast se brenda 34 ditësh nga sot kur ka hyrë në fuqi aktgjykimi, deputetët nuk zgjedhin presidentin, kuvendi shpërndahet. Sipas vendimit pas shpërndarjes së organit ligjvënës, Kosova duhet të mbajë zgjedhje të reja brenda 45 ditësh. Vendimi vjen pasi në fillim të këtij muaji, kushtetuesja i kishte pezulluar përkohësisht deri më 31 mars dekretin e presidentës Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Ajo i ja kishte ndaluar çdo veprim presidentës Osmani në lidhje me dekretin e 6 marsit, si dhe punën e kuvendit deri në përfundim të pezullimit. Kërkesa për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dekretit për shpërndarjen e kuvendit ishte dorëzuar nga kryeministri Albin Kurti në emër të qeverisë. Si erdhi deri këtu? Në seancën e 5 marsit, partia në pushtet i paraqiti 2 kandidat për president, Glauk Konjufcën dhe Fatmire Kolçaku Mulhaxhen, pasi bisedimet paraprake mes Kurtit dhe 2 partive kryesore opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, për një emër të pranueshëm, nuk kishin dhënë fryt. Seanca u ndërprej në mungesë kuorumi, pasi ishte braktisur nga partitë opozitare. Një ditë pas ndërprerjes së seancës më 5 mars, Osmani nxori dekretin për shpërndarjen e kuvendit dhe e mbajti menjëherë një takim me partitë politike për të folur për datën e zgjedhjeve të parakohshme. Në takim morën pjesë kryetarët e partive opozitare PDK-s, LDK-s dhe AAK-s, por jo edhe partia e kryeministrit Kurti. Osmani e arsyetoi dekretin e saj duke thënë se 5 marsi ishte afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, me që mandati i saj përfundon më 4 prill, por që deputetët kishin dështuar t'i përmbushnin afatet ligjore. Por partia në pushtet nguli këmbë se dekreti i Osmanit nuk kishte bazë, me që procedurat për zgjedhjen e presidentit i kishte nisur më 5 mars dhe se kishte afat prej 60 ditësh për ta përfunduar procesin, prandaj edhe u ankua në kushtetuese. Presidenti i Kosovës zgjidhet me 2/3 e votave në 2 rundet e para, apo me 61 vota në rundin e tretë, por nevojiten 80 deputet në sallë që seanca të mund të mbahet. Për partitë opozitare, 2 emrat e paraqitur nga partia në pushtet ishin të papranueshëm dhe ato këmbgulën në marrëveshje politike ose të paraqitej një emër i pranueshëm për të gjithë. Vet Osmani e synonte edhe një mandat të dytë, mirë po ajo nuk gëzoi mbështetjen e partive. Për partinë në pushtet, ajo nuk i kishte votat e nevojshme, ndërsa për partitë e tjera, ajo nuk e ka personifikuar unitetin e nevojshëm që i duhet figurës së presidentit.